nëse LDK do t'jetë pjesë e qeverisë, a është Jehona Lushaku Sadriu, ministre e arsimit? Unë dëshiroj, angazhohem, e udhëheq departamentin në parti për arsim dhe unë e besoj që ajo është vizioni jonë për ekzekutiv. Gjithsesi, ne kemi plan shumë të mirë për arsimin, përveç kopshteve, mësimi tërditor është projekti jonë më i madh edhe më i rëndësishëm, për të cilin e kemi shpall prioritet. Kemi pas shembullin e Prishtinës. Sot në Prishtinë 12 shkolla kanë mësim tërditor, 5.000 nxënës ushqehen me shujta të ngrohta çdo ditë. Vetëm nga këta 5.000 nxënës, ne ja u kemi ofru kushtet e mira, ju kemi bërë zgjidhje familjeve, ju kemi kursy mjete. Nëse një familje i ka 2 fëmijë, ja kemi kursy 400 euro. Nëse këta 5.000 fëmijë llogaritën se sa shujta ju kemi kursy ose sa para ju kemi kursy fëmijëve në tërësi, familjeve në tërësi, janë diku rreth 9 milion euro që ja kemi kursyer familjeve të Prishtinës vetëm në Prishtinë. Qysh po vim në çet përfundim që 9 milion euro ju kanë kursy? Ja, duke u llogaritur qëndrime ditore, duke u llogaritur edhe shujta të cilat komuna veç ua subvencionon dhe ua shërben nxënësve në çdo ditë. Do me thënë, mësimi gjithditor ofron shujta të ngrohta, ofron program të duplifikuar me qëllim që fëmijët orët e matematikës, të gjuhës shqipe, të leximit, t'i bëjnë në mënyrë më kreative, më të lehtë përmes lojrave dhe që ata t'i përforcojnë këto, të përforcojnë aspektin logjik për çka e kërkon PISA, ta përforcojnë aspektin e praktikës aftësimit, të shkencës, kuptimit shkencës, edhe të aktiviteteve rekreative, po dhe aktiviteteve jashtë shkollës, që i bie që fëmiu me u rrit me teknologjinë, me digitalizimin, me krejt mjetet ashtu siç rriten fëmijët në Evropë. Ky është modeli i suksesshëm në Prishtinë, që ne synojmë ta realizojmë në 4 vitet e ardhshme në të gjithë Kosovën. Ka komuna që janë më të gatshme, kanë shkolla të reja dhe kanë nxënës më pak në shkolla, ku është më lehtë e realizueshme, aty do të fillojmë menjëherë, por e rëndësishme është që ne kemi shpallur prioritet, do t'i ndajmë mjetet buxhetore, do t'i investojmë në arsimtar, në mësues shtesë për shkolla, në mbështetje edhe financiare edhe me kushte, dhe jam shumë e sigurt që kjo do ta shpije arsimin në një nivel krejt tjetër. Do të kemi përparim për 4 vjet, garantoj që do të kemi performancë shumë më të mirë edhe ndërkombëtare të fëmijëve tonë. Janë shumë të rënda edhe për prindrit, lemo për nxënësit, çantat e fëmijëve. Ne u garantojmë që secila klasë do ta ketë tabelën digjitale, kurrikulën digjitale, librat komplet në kohë, se mos harroni, 4 vjet kemi pas vonesa me muaj me radhë të mos potencialit ministrisë për furnizim me libra dhe kjo ka shkaktuar humbje shumë të mëdha, po ne ju garantojmë prindërve që secila klasë përveç tabelës digjitale do ta ketë edhe dollapin personal për secilin nxënës me qëllim që fëmijët me i përfundu detyrat e shtëpisë në klasa, me i lanë librat në shkollë dhe përsëritje dhe detyrat e shtëpisë krejt me ndodh në shkollë.